një pacient I ri rreth 14-15 vjeç, diçka e tillë ka qenë mosha, me një traumë të kokës, me hematom intrakraniale, që filloi të avancojë dhe të rritet në prezencën e smurje erdhi shpejt nga trauma në spital. Dhe kur erdhi ishte relativisht mirë, pastaj filluan shenjat e midriase, ajo deficitet nervore. Ishte orë e vonë, smuri nuk ishte në kushte në atë kohë, rruga nga Peshkopia në Tiranë ishte paktën 3 orë, 4 orë. Natën nuk mund të transportohesh me helikopter, kështu që u detyruam që të hyjmë në SAP dhe të bënim trepanacion, një operacion delikat, por e detyrueshme për pacientin, duke bazuar edhe në klinikë, sepse nuk është se kishim skaner që ne të detektonim saktësisht zonën e hematomës. Dhe bazuar te protokolli I trepanacionit, në arritëm që të kalojmë përtej kockës, të bëjmë drenimin e kësaj. Dhe që në momentin që u bë drenimi, pacienti filloi të reagonte me drejt normalizimit dhe ne na dha kohë paktën 24 orë që nesër ta transportonim në Tiranë. Kjo ishte edhe I vështirë, edhe I bukur, edhe I suksesshëm, sepse në fundit, nëse nuk do kishim ndërhyrë, rasti mund shkonte për jo mirë edhe